Kam dhe unë një shqetësim procedure dhe në fakt mënyra se si e bëni kalendarin zonja nënkryetare është që i trajtoni disasit të nënës e disasit të njerkës. Mjafton të kujtoj që në fillim të dhjetorit kam dorëzuar në parlament disa ndryshime të kodit rrugor që mundson të rinjt shqiptar të lëvizin me monopatina siç lëvizin edhe të rinjt në Europë. Nuk ka asnjë përgjigje. Nuk e kuptojmë se çfarë ndodh. Nuk e kuptojmë se kush e vendos prioritetin se si do vendosen projekt ligjet në radhë për të diskutuar. Pa llogaritur aspektet të tjera të cilat tregojnë shumë për punën e kuvendit. Konkretisht tek kthesat dhe kthim përgjigjeve as nuk bëhet fjalë. Edhe unë kam 3 muaj e gjysmë që kam kërkuar informacion në Bankën e Shqipërisë për skandalin e mikrokredive dhe nuk çojnë përgjigje. Nuk çojnë përgjigje. E njëjta gjë vlen edhe për interpelancat. Kam kërkuar interpelancë me ministren e arsimit për dhunën në shkolla në fillim të dhjetorit. Nuk kemi përgjigje, shënohen aty poshtë në planin e punës së kuvendit dhe nuk e kuptojmë se kur do i bëjmë këto. Do të kuptojmë që ka një rregullore që kërkon 3 javë të bëhet, pikërisht se interpelanca ka të bëjë me aktualitetin. Ndryshe çfarë kuptimi ka? Gjithashtu, në lidhje edhe me projekt vendimin për sa i përket komisionit të posaçëm. E kam edhe një thirrje këtë për kolegët e opozitës. Duam të kuptojmë. Tani, do bashkëpunohet apo jo me Ramën? Unë nuk e kuptoj se si mund të ulesh me Ramën kur Rama të kërcënon, kam numrat edhe nuk pyes për ty. Edhe i lutemi Ramës tani që na pritne në komision. Është e pamundur që me këtë kryeministër, ku ka këtë dhunë kartoni, të negociosh dhe bësh reforma të mëdha. E pam reformën e Ramës të 2015 të pushtetit lokal, se çfarë ndodhi. Pushteti lokal është në gjendjen më të rëndë të mundshme. Dhe ne nuk mund ta tolerojmë këtë gjë. Faleminderit. Atëherë, për shqetësimet tuaja, interpelanca që ju keni kërkuar është planifikuar për datën 12. Nisma juar për ndryshimet në kodin rrugor është dhe një nismë qeverisë për ndryshime në kodin rrugor, kështu që janë përfshirë në program dhe komisionet mund të fillojnë shqyrtimin sipas komisioneve përgjegjëse dhe komisioneve për dhënie mendimi. Atëherë fjalën e ka kërkuar zoti Shehaj. Për procedurë, zoti Shehaj? Po, zonja nënkryetare. Faleminderit për fjalën. Tani, zonja nënkryetare, unë nuk e di nëse vlen apo s'vlen Kushtetuta e Shqipërisë për ju. Kjo është Kushtetuta e Shqipërisë. Neni 80 i Kushtetutës së Shqipërisë, zonja kryetare, thotë që kryeministri dhe çdo antar tjetër të Këshillit të Ministrave është i detyruar të përgjigjet interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda 3 javëve. Tani, kam kërkuar një interpelancë në korrik të 2023-shit me Belinda Ballukun. Para 2 vjetësh, 2 zonja kryetare. Kushtetuta thot 3 javë. Unë nuk e kuptoj ku e gjeni kurajon të vini këtu dhe të bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. Tani unë e kuptoj shqetësimin tuaj. Doni të lejoni që Belinda Balluku të vazhdoj të abuzoj me fondet, me parat e qytetarëve shqiptar. Dhe nuk pyesni as për Kushtetutën, as për kërkesën për arrestim të Belinda Ballukut, as për kërkesën për pezullim të Belinda Ballukut. Ky është një skandal i vërtet. Vazhdoni flisni për gjithçka, po vetëm për një gjë nuk flisni. Si të mbrojmë paratë e qytetarëve shqiptar nga ajdutët, nga abuzuesit. Ky është problemi, zonja kryetare. Është turp që të mbani pezull një interpelancë 2 vjet. Ndërkohë, zëvendës kryeministja çfarë bën? Vazhdon dhe firmos. Vazhdon dhe firmos abuzimet e radhës së qeverisë. Duhet i jepni fund mbrojtjes së Belinda Ballukut. Duhet i jepni fund vjedhjeve të parave të qytetarëve shqiptar. Mjaft më. Nuk mund të shkelni Kushtetutën. Nuk mund të shkelni premtimin që ju keni bërë qytetarëve shqiptar, që do punoni për ta, që paratë e tyre nuk do t'i vidhni, po do t'i harxhoni për spitale, për arsim, për infrastrukturë.
Nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. 2 vjet një interpelancë me Belinda Ballukun. 2 vjet, Belinda Balluku nuk e di do jetë apo s'do jetë më zëvendëskryeministre. Nuk e di do jetë apo s'do jetë më deputete e këtij kuvendi. Ndërkohë ka një interpelancë 2 vjet zonja nënkryetare. Kushtetuta e Shqipërisë neni 80 brenda 3 javëve. Ju keni 2 vjet. 2 vjet që mbroni Belinda Ballukun. Është turp. Zoti Gogu, keni kërkuar fjalën. I nderuar deputet, nëse nuk gaboj, shërbimet e kuvendit mund ta nxjerrin që seanca që ju keni kërkuar, interpelanca që ju keni kërkuar, ishte planifikuar diku në fillim të nëntorit, një seancë në mos gaboj në 13 nëntor, një gjë e tillë, ku zëvendëskryeministja është paraqitur për interpelancën, ndërsa ju zgjodhët të mos vinit. Dhe për sa mbrojmë apo nuk mbrojmë, kam përshtypjen që e ke parë gjithmonë kur ke dalë aty përballë zëvendëskryeministres, kështu që mos të vazhdojmë për këtë politikën e rrillsave që ti bën edhe programin e mëngjesit. Faleminderit. Atëherë, për një njoftim për të gjithë kolegët deputet që kanë kërkuar interpelanca, ne do të vazhdojmë me rendin e ditës dhe do të miratojmë kalendarin ku janë të përfshira edhe interpelancat që keni kërkuar ju. Zoti Sheaj, uluni ju lutem dhe më lejoni që të vazhdoj me njoftimin e kalendarit dhe të programit në të cilën janë të përfshira dhe interpelancat e kërkuara nga deputetët. Jo, zoti Sheaj, sepse replika dhe fjala juaj që kërkoni nuk ka lidhje fare me rregulloren e kuvendit. Ju lutem uluni. Atëre, ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar një akt nga Këshilli i Ministrave, një nisëm deputeti dhe 2 kërkesa për seancë pyetjesh. Titullin e çështjes së depozituar e gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet e depozituara e gjeni në sistemin i parlament dhe në faqen zyrtare në kuvend. Ju njoftoj se në datë 29 janar u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punës për periudhën 9 shkurt 20 mars 2026 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 9 deri 27 shkurt 2026. Në konferencën e kryetarëve nuk patim mirë kuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit. Në bazë të nenit 26.6, nenit 27.4 të rregullores, kur në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptim për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetë ato dhe ja paraqet për miratim kuvendit në seancë plenare. Projekt programi automatikisht bëhet 3 javor. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarit pas diskutimit për një folës pro dhe një folës kundër. Kush e do fjalën për